di që m'ke thonë që nuk e qef me ta festu, por unë s'muj pa t'befasu. Hape ti dhuratën tem, ashtë e vogël, inshallah t'pëlqen. Qka t'ko me dhonë, faleminderit du me thonë. Faleminderit për gjithë qka që ti ke bo për mu, e di sa vlej në sytë e tu. Hape ti. Ka njerëz në jetë që vinë rastësisht dhe ka të tjerë që ndihen sikur ishin gjithmonë aty si pjesë e shpirtit. Ti ke një zemër të madhe që ka ditur të më doj si bien e saj. Ti je gjithmonë aty si një nën e dytë, me një fjalë të butë kur kam pasur nevojë, me krah të hapur dhe me një zemër që rre fort për mua, njësoj si për fëmijët e tu. Unë jam e fat që të kam në jetën time. Dhe nëse ndonjëherë nuk ta kam thënë me zë të lartë, të dua shumë mami dytë. Ku të shkon mendja? Shumë faleminderit. Urime ditëlindjen. Gëzofsh në jetë edhe 100 pranvera të bukura dhe të lumtura, dhe Zoti të realizoft çdo dëshirë të zemrës. Dhe sot jemi nga Remilda këtu, edhe Kartolina është me fotot tuaja. Shumë faleminderit. Për këtë ditë të lumtur s'ka rëndësi se qka t'ko me dhonë.